sa i do livdohet pastaj. Po jo shumë e këndshme as për Serbinë as për Kosovën. Dhe në këtë fokus mendoj që s'është trendi njerë, thëmë drejten. Bota ka tjera problematika që tha profesori ndikon 52-3 vatrat. Dakor, po kur do që t'i kthehemi ne, se ne po e diskutojmë çështjen tonë, ajo na dhem neve. Kur do që t'i kthehet, do jetë një proces jo i shpejt, mirë po mendoj që me ne e ka makallajta, thëmë drejten. Në raportet Kosovë-Serbi, tek ne, problemi e përmendi duke, Maloko e përmendi, shef, institucionet e na krejt është në regull, sa kem brenda kualitetin. Ne sot mund të krijojmë institucionet mira, po a do kem kualitet. Dhe tash, këtë probleme kem bukur më ti. Kush do jetë të resorin e Ministrisë së Jashtme, çfarë kualiteti do të kem. Një kryeministër i fuqishëm, që një mirë, jo vetëm gjanat e brendshme, po edhe gjeopolitikën botërore në hatë mirë. Pastaj mendoj që ne kemi nevojë edhe për inteligjencë shumë të fortë. Këtu, ne këta hapa i ka bo qalime edhe në të kaluarën, mos t'i bojnë të ardhmen. Dhe kjo mendoj që do jetë nga kualiteti se ne momentalisht po luftojmë jo për institucione, ne po luftojmë për pozicione. Kush bëhet president, kryeministër, ministër, ambasador, borde. Po luftojmë momentalisht kem koncept edhe vizion të qartë për të ardhmen e shtetit. Edhe është ai 333. 33 seancat e dështuara. Mendoj që kjo tregon shumë. Por po themi mendësim politike mbase nuk ka vazhdo të lutem. Unë nuk besoj, faleminderit profesor, unë nuk besoj në asnjë mënyrë që vërtet ka qenë një pjesë e asaj, për shembull edhe fondi zhvillimor ndërkombëtar amerikan me dogën e re që e pa deri më tani në udhëheqje ky biznesmeni, si po themrin ky i satelitave Elon Musk, pra i dha një farforme tjetër edhe atij fondi ndërkombëtar zhvillimit amerikan, kuadër dhe që ishte pjesë e MCC-ja ngjeshme, pra në emër të kursimeve u mbyllën këto çështje. Pra, Serbia nuk besoj në asnjë mënyrë që është do të bëhet ajo fuqia ekonomike në të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës do t'i vendosin interesat thelbësore. Për arsye se Serbia në asnjë mënyrë, në asnjë situatë dhe në asnjë moment nuk ka ndruar kursorin e saj të interesit për pas raporte me Federatën Ruse. Dhe deri më tani, po flasim deri më tani, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë të kujdesshme maksimalisht në çështjen e tangenca me Federatën Ruse me ato vende, pavarësisht që në emër të ndryshime, për shembull, zoti Visoka e përmendi njërin prej ambasadorëve që ka qenë doajen i ambasadorëve amerikan në Ballkan dhe njëri prej më të angazhuarve me çështjen e Ballkanit, Christopher Hill. Mirë, po të gjithë e dimë që Christopher Hill me këtë intervistën e fundit që e pat ishte gjithsesi një broçkull e llojit që e tregoi veten siç ka qenë prej rambujës së këndej. Një kundërshtues si të gjitha ndryshime, pra jo një simbol i demokratëve që ne kishim marrë me mend rregullisht në vazhdimsi se si ata janë. Dhe për rrjedhojë nuk e ka marrë as pak seriozisht këtë përqasje edhe këtë shpjegim të mos interesit. Bëhemi sinqert, mund të ulet si pasojë rrethonave që dihet mirëfilli, Shtetet Bashkuara